Mozaiku më i famshëm, i zbuluar në Shqipëri, pritet të reinstalohet në hyrje të Muzeut Arkeologjik të Durrësit. Një rikthim në vendlindje pas 45 viteve transferimi në Tiranë. Rreth saj studiusi i apasionuar e lagjësisë, pedagogja pavarur Caroline Perry, sjell një të dhënë interesante. Ajo ka bërë me dije se në studimet e botuara në Muzeun Britanik ndodhet një vepër e mrekullueshme që është shumë e ngjashme me bukuroqen e Durrësit. Ajo shkruan se mund të dallohet lehtë ngjashmëria mozaikut të Durrësit me një prej vazove të pikturuara në lagjësi dhe të ekspozuara në Muzeun Britanik. Vazo është e prodhuar në Canosa di Puglia, rreth viteve 310-290 para Krishtit. Kjo llojeni ishte bërë për të përdorur në ceremoni funerare brenda një varri. Studiuesi angleze vëren se pamja e kokës së bukuroqes dhe marrëdhënia e saj me modelin e lulës është shumë e ngjashme me mozaikun e Durrësit. Sipas studiueses, bukuroqja e Durrësit është emri që është dhënë një mozaiku me guralec polikrom të zbuluar në vitin 1916 në Durrës dhe të ekspozuar në Muzeun Historik Kombëtar të Tiranës. Vepra ishte mbuluar dhe u rizbulua nga arkeologu vendës Vangjel Toçi.